kalamaj mas nesh se se jena aty. Po ta dini diçka vetëm. Drejtësi do të jetë edhe mos na çojnë me po gjona se jena njerëz të ndershëm. Nuk jena kriminala. Policia nuk ka sjell mirë, i ka grev vllaç, persona tonë, banorët tonë, vllazët tonë. I ka grev vllaç, janë kanë 25 vjet, janë kanë rajin policisë Shkodrës. Tu na thonë fund këna bën nerë si na nxjerr për jashtë prej rajonit. Çfarë nerë na kanë bën? Si na kanë marrë, na kanë bën nerë, si na kanë marrë prej tokës tonë. E na kanë thënë, na kanë vjedh prej rajonit. Këto gjona janë të paligjshme. Na kena besim te avokati jon, nuk pjetra si e kena të porin. Na masti, na di dalin fund, na nuk dorëzon ata dini. Sot tonë nesër aty me dek në do dhe. Po mos na çojnë me dek shpejt veç. Unë quhem Zek Nikoll Shumani, përfaqësoj fishin e Shumajve. Ne aktualisht kena 400 tokë. Në vitin 2006 e kena me urdhën pred si e kena me urdhën gjykatës janë shtoka jonë. Në 2008 Sali Berisha pa cit një ligj, kush nuk e pa zonë pronën e vetë të kthehet dhe të bajnë pronën, ne me gjykatë dhe me urdhën pred gjykatë Shkodrës e kena me urdhën pred në 2008 si prona 400 lymshit na kthehet ne. Prandaj, më 2019 deli piptak një Fatmir Shpellza si po na ban letrat në 2019 për një vjet. Fatmir Shpellza një fi. Edhe nuk e kuptoj. Fatmir Shpellza ka keni liun me shtetin. Ja, ai nuk njihet pse ka le Krishti e Zoti e dini imoni se ka kanë banori fshatit aty. Kurse tjetra, bashkimule si ka ble tokën, ne na ka kërkuar 3 herë me nej me ta. Na kena shku këna nej me ta, edhe nuk na ka dhënë fe përgjigjet. Pazari ti është me lujt me Shirunjën se të dy bjen një kanal. Kur, aktualisht asisen, vetëm se na ka thirr në 3 herë. Nuk ne na ka thonë, shkoni bëni bashkë, dhani pazarin, hajeni prapë vet. Edhe me burni, dhe me besë se ka pas kanuni, ai ka thonë nuk filloj punë, pa u marrë vesh me ju. Ai ne na ka thonë ishtu, kurse mas i jave ta, mas i muaj, në 12 natë, qërët e bjen fatrumat, aty, ne spontanisht, gjithë kusht të punë të kena fshatarë, në kena hallë, kena jetë. Ajo qua, bjen fatrumat, kete filluar punën. Mlinë dhe 15 vetë, mlinë policisë që kini palë ju mediat, edhe thonë po kjo punë, jena më urdhën. Vjena zoti avokat, i lip 2 projektin e ti, nuk janë ne push avokatit, projektin e ti se si e ka bon. Avokati e të njëtë dhe vetë, a i thotë që janë falsa. I tash kena orë para dhe spakut, dhe kena 2 padije që i kanë bon për ta, na i kërkojnë vetëm spakut, jo të shkojnë Shkodër, se që a bojnë gjykata Shkodrës nuk e dim, se me bakan Shkodra mirë, kishim në Shkodër, na kena orë para drejtësish spakut, para regla si e njeftan bota, pagun ton bota, na nuk do na me shkojnë Shkodër. Padijet tona nuk na duhen zonë Shkodër se qysh në mars e kena punu padijen e parë dhe ne nuk na kanë lujt venit. Kurse sot thot që ja u kam qua thot me kërkesë thot në gjykatë Shkodrës. Na nuk e dim se ku i me besot ashtu. As paku që kena orë para deret, a me shku gjykatë Shkodrës. Gjykata Shkodrës thot për t'i herë, a i shoqë që vazhdon punë. Populli është i revoltuar, djem nonash, i kena djemë rrugash, i kena që me punu diqa për mos me uvra me kurkan. Këto më në qënë një zonë si na jena këtu, punëtor janë atje. A për ma është të nuk. Preku njena, se na gjyshën tonë, baba tonë, vlozni tonë, nipa tonë, i kena në luft në shtetin. Ju lutem të na drejtësi, ju do na vetëm drejtësi, se nipa, vloznit, baba, gjyshët, nipat, mesat, dhe t'jen drejtë, se na kena foli vetë, avokati ju. Dhe nuk du me folë ma se ju lutem vetëm drejtësi do në këtë vend. Ju lutem vetëm drejtësi të na pështojnë fëmi, vlezën, baba, nana, nipa, mesa, se na kanë marrë rrugat e janë kanë vinë për kurbetit. Vlau jam dje,
e ka ardhua midis vendit. 40 minuta ka ba ambulanca më arnat vend. Një këjena i kjo ashteti jo. Që ka rëzua ka shti policia? Po tëm pra po tëm ashtërzu kuptimin e fjallë se policia. Ju lutem do na vetëm drejtësi nga kështet. Se tu jena drejt, jena në tokë tonë, në vend tonë. Ju lutem. Ju lutem drejtësi në leni djemt, vlezën, motra, ka këna ty. Se gjysh jem kur para se me dekë më ka thonë. Kam kanë 20 vjeqe, më ka thonë, mos e shisim tokën, manje, ja po ja ula amanet. Ju lutem drejtësi në kështet. Ju Krishnes jere me falenderoj për jeta gazeta. Ju zoti është e dyta herë që vimi tonë në Shpak dhe nuk kena gjithë asë nevoj vërësie. Mund të kini po, unë banori ati fshatin janë përbajsaj në kreqane. Dhe me thonë, me paken se të t'i kini po se si janë trajtua fmi, që ka pasë fmi të mirë, janë 2% mi, si kur u kom thonë edhe dje, me paken sërpë në shejt nuk kishin sirë e nuk ishin marë me shtirë pa ershion. Prandaj, unë ju lutem vetëm ju falenderoj se ju nuk keni më shekur zion, i keni kap të gjitha që janë kënë në vend, për ta shdi ku mi ju drejtua, në Shpakut e dyta jo që për i drejtojnë, a Shpakut nuk e prenoj me këtë kur i doj përgjigjet, dhe stot, dhe shku në shkotën. Që që pasha zote se si ka me shku puna na, një tjetë kërë për shkua, ne kërkojmë për momentin në naljen e punime. Si fut naljen punimet, edhe na s'kem nevoj me shku aty, dhe sa të zgjidhet o ata o na. Që që ju falenderoj e ju Unë jam Ajban Malaj, jetoj aty po në Rio, edhe deshta me thonë vetëm një fakt se ku po arrit korrupsionin këtë vend. E në vitin 2018, unë kam hap një gjyqje në Kali. Për i këtë pronë, është një tufonsat protestat. Në vitin 2018, po zotit të një shpeza ka hap proces gjysor e laj. Ai për 11 muaj. E në vitin 2019 ka marrë venim. Unë sot ala jam në gjyq në vitin 2026 me 16 kam ala se anë gjysore për njëtin proces si këna të dhëtë të dhëtë. Për njëtë pronë. Jam gjithë një tjeshtë. Jam në nërë Fakës për rjohë. Ka gjithë, a hera në vytësine, hera vytësine, spiritin të franë. E kur vinë të unë nga qasë me hirë, ka të treguë. Që a kena drejt, a kena orë tot, a kena orë mutonë në shtetin, a në kur ka të sotë nëse nuk është të ati. Po aty ka le gjyshë, ka të ragjyshë më më më. Që për i kam ka që për i kam të mi. Po shë aty fatë një shpedza, për e ka në njën gëmë. Kena i qysh, vëllot 15 vjeqa, për i Shqipërinë e mujtë më pritë sot bukë, me jetu me bëj i ka qërë punë që i vonë na. Këj vjetë këtë se në tokën tonë, e se arre me në këtë, e këj s'paku, në animojnë, se kena fatë besim drejtësire, para të kena orë i do, se ma këtë zira fushtë të njëse, shkon në dogën e ka tjithë, në dogën e tonë, një da veni jonë, nuk është tja di. E do në drejtësire. Do të them vetëm 2 fjalë sepse e dëgjuat pak më parë thirrjen e zonjës për drejtësi. Ky popull kërkon drejtësi tash 35 vjet, kur po i bëhet një pa drejtësi e pa fytyrë në vendin më të varfër të Evropës, njerëzve që u kanë ngelur tashmë vetëm toka, prona e tyre, po rrëmbehet me firmën e kreut të KKTU-s që është Edi Rama dhe me firmën e Belinda Ballukut. Tani, çdo kush në këtë vend e quan veten opozitar, sot do duhet ishte këtu, duhet të jetë në mbështetje të këtyre njerëzve dhe jo thjesht të kërkoj dorëheqjen e Belinda Ballukut, kur Belinda Ballukut me firmën e saj po shkatron jetët njerëzve. Kushdo që është opozitar duhet të jetë këtu në mbështetje të këtyre njerëzve, sepse halli i banorëve të Riollit sot është halli i stërzgjatur për 35 vjet i mbar shqiptarëve.
Iniciativa ime në radhë parë si subjekt Lëvizja Bashku është që të jemi në krah tyre në çdo hap që ata do ndërmarrin, edhe në procesin gjyqësor të datës 16 shkurt të jetë në gjykatën e apelit, por edhe duke nisur kërkesa dhe shkresa për sqarim. Kjo çështje fatmirësisht është në gjykatë, shkalla e parë u ka dhënë të drejtë banorëve, që duhet pritur dhe vendimi i apelit për të dhënë një si thua vendim përfundimtar. Ajo që po ndodh aktualisht është shkelje e ligjit, sepse firma e Bashkim Ulajt është duke ndërhyrë dhe duke ndërtuar kur s'ka një vendim gjykate. Kështu që për këtë duhet të merren masa sipas ligjit.